Fronti Evropian do të parashtrojë kërkesë deri te prokuroria për të ngritur procedurë për pushtetin aktual për shkak se vitin e kaluar gjatë financimit të komunave nuk janë marrë parasysh edhe qytetarët që jetojnë jashtë vendit, përkatësisht është përfshirë vetëm popullsia rezidente. Me këtë është bërë dëm i madh financiar ndaj pushtetit lokal për shkak se, siç theksoi deputeti Skënder Rexhepi, kjo nuk është paraparë në asnjë ligj. Ky reagim vjen pasi gjykata kushtetuese javën e kaluar shfuqizoi dispozitën rreth metodologjisë për regjistrimin e popullsisë të vitit 2021, por megjithatë vendimi nuk ka veprim retroaktiv. Ne do kërkojmë përgjegjësi penale, jo vetëm ndaj atyre që kanë përgatitur metodologjinë, por edhe ndaj qeverisë aktuale, e cila i ka kriminalizuar mundësinë e të qenurit të barabartë në hisën e ndarjes së buxhetit komunal. Dhe përveç përgjegjësisë penale që duhet prokuroria të merret për këtë qeveri, duhet të rikthehen edhe mjetet të cilat ju janë ndalur komunave, kryesisht komunave shqiptare. Nga Vlen drejt për drejt akuzojnë BDI-n se është përgjegjëse për pranimin e metodologjisë së regjistrimit. Pse unë shkrua një metodologji që ul numrin e shqiptarëve në vend? Pse nuk u mbrojt kontributi i diasporës në jetën e këtij shteti? Pse pranuhet të ndahen shqiptarët jashtë vendit nga pjesa tjetër e kombit? Këto pse nuk janë vetëm pyetje, janë aktakuza që rëndojnë mbi ata që e përdoren regjistrimin për interesa partijake. Nëse BDI mendon se do të kaloj këtë me heshtje, gabon rënd. Nga BDI akuzojnë se Vlen është ai që zbaton politika anti-shqiptare. Ne do të qëndrojmë në mbrojtje të barazisë, të drejtës së përfaqësimit dhe vlerave që burojnë nga marrëveshja e Ohurit, thonë integristët. BDI shpreh shqetësim të thellë për fushatën e re të realizuar nga mbetjet e Vlen të porositur nga VMRO-DPMN dhe ZNAM kundër regjistrimit të popullsisë, një proces thelbësor për funksionimin demokratik dhe multietnik të shtetit. Kjo strategji është trishtuese dhe pa precedent në historinë e pluralizmit në vend. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese shfuqizoi dispozitat të metodologjisë së regjistrimit të popullsisë të zbatuar në vitin 2021 për shkak se u vlerësua se janë të kaluar kompetencat kushtetuese dhe me këtë është kryer kategorizim i popullsisë rezidente dhe jo rezidente. Nisma ishte parashtruar nga Skënder Rexhepi Zejdi.